Zoti Merkoçi, do doja që t'ju rendis të gjitha rastet kur Edi Ramës ose është hequr viza, po themi thonjza, apo është distancuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe këtu kemi të bëjmë me po themi që në të gjitha rastet ku ai nuk është ftuar në ditën e vizitorëve të shquar të stërvitjes Defender Europe 2025, nuk u ftua në ceremoninë e 250 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk u ftua në ceremoninë në bordin e anijes FD të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe dy zyrtarë të Departamentit Amerikan të Shtetit që vizituan Shqipërinë, asnjëri prej tyre nuk e takoi, përfshirë këtu dhe zëvendës ndihmës sekretarin Amerikan të Shtetit Mark Fleming, dhe pas 20 janarit 2025 vetëm dy zyrtarë shqiptar, shefi Spaku dhe Shish, kanë pasur vizita në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo Edi Rama. Në këtë rast, a është ky një mesazh i qartë që në gjitha këto raste Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë treguar derën Edi Ramës, përfshirë edhe pas zgjedhjeve të 11 majit, ku uruan vetëm popullin shqiptar dhe jo Edi Ramën, apo edhe në rastin e pavarësisë së Shqipërisë, ku kërkuan luftën ndaj karteleve të drogës përveç urimit të rastit që bën vitin e kaluar. Gjitha janë vërteta. Rama, unë ja u kam thënë që Rama është i vdekur politikisht, por nëse do të thoshim që në të gjitha këto takime, harruta të takimin që u bërë te katedralja ka filluar për histori, ku Rama nuk u përfill fare nga Trumpi, rrite vetëm diku larg andej. Apo takimi i fundit që i bëri atë show 5 sekondë me kushtin që takoi dhe vetë rritën në fund sallës, se në momenti edhe se kur rinë ku të vendosin. Por një që ishte shumë domethënëse, që të paktën normalisht po ta marrin, nuk kishte lidhje me Amerikën, ishte vajtja në OKB. Ku një muaj para unë u lajmërova që Rama nuk do shkojë në OKB. Dhe Rama nuk vajti në OKB për atë çka e ka të ndaluar të shkelin tokën amerikane. Që do të thotë që viza Ramës, edhe pse me pasaport diplomatike, dhe këtë nuk funksionon në Amerikë. Pra, ai ishte momenti për ta kuptuar pak më drejt, se këtu nëse do themi që administrata Trump e ka abandonuar njërën tjetër, po nuk po. Por e mbani mend deklaratën që bëri kryeministja e Meksikës për kartelet e Shqipërisë, ka bërë këtë deklaratë, ka bërë në OKB. Ajo e bëri në OKB. Atë që bëri dhe Maduro kur akuzoi trafikantët shqiptarë. Dhe të gjithë janë të lidhur, nuk janë të palidhur. Dhe të gjithë lidhen me Rama, dhe unë prandaj them, Rama ka prekur sigurinë e Amerikës. Dhe nëse thirret në Amerikë, thirret pikërisht vetëm për këtë, për të dhënë llogaridhënie themi, apo për të marrë akuzën për sa i përket sigurisë së Amerikës. Dhe jo pa qëllim them që Rama duhet të presi bilet vetëm vajtje. Sepse kur vjen puna tek siguria e Amerikës, pavarësisht se kush është në pushtet në Amerikë, nuk të falin. Çështjen e sigurisë ata e kanë prioritet. Dhe Rama e ka shkailur këtë vizë të kuqe, e ka kaluar këtë vizë të kuqe. Dhe prandaj bën këto kashillike këtu për të treguar nesër, kuptojeni drejt, për të treguar nesër që Trump po e bën ndalimin e tij, arrestimin e tij, burgosin e tij, po e bën politikisht, se ky e ka sharë, e ka kundërshtuar, pra ta kthej në një akuzë politike, siç janë mësuar këta ta bëjnë, se në Shqipëri e bëjnë ta. Akuzojnë për vjedhje dhe thonë jam i burgos politik. Do me thënë, këtu është gjithë filozofia e Ramës. Për ta bërë, do me thënë, gjithë goditit që i jep për të treguar që unë jam kundër këtij dhe ky tashmë po vepron kundër meje për inate personale, themi, jo për atë çka ka bërë. Por realisht ai ka bërë të gjithë zezat, i ka kaluar gjitha limitet, themi. Ka kaluar vinë e kuq. Kështu që
nuk e shoh kaq të thjesht atë pozicionimin e Ramës. Edhe gjitha këto lëvizje pikërisht ai prandaj bën, prandaj thash që ai i bën, pastaj i lëpin, i lëpin, dhe ka ardhur fundi tashmë. Ka ardhur fundi, nëse do jetë vërtet. Unë nuk e di, nuk e marr 100% sigur, por derisa nuk e kanë kundërshtuar, nuk kanë thënë ai llafe, se unë vetëm një gazetare e ka thënë me sa mbaj mend. Nuk e ka deklaruar njëri tjetër, domethënë, dhe gjithë janë referuar asaj. Nëse ky lajm është i vërtetë pastaj, unë më them që Rama duhet presi vetëm atë biletën e vajtjes. Sepse, thash edhe një herë, nëse ti shkon dhe paraqitesh para drejtësisë amerikane, je me avokat do marrësh akuzë. Mos harroni se është rast unikal në drejtësinë amerikane ku Departamenti i Drejtësisë boton në faqe zyrtare një dosje e cila nuk është në gjykim. Dhe dosjen e Ramës ata e kanë botuar. Atë dosje kanë botuar. Dosje me Gonigal ata e kanë botuar. Ajo që është në New York, që do kalojnë gjykim. A është në gjykim, a nuk e di, se nuk kanë një informacion, por që është e hapur si dosje, prokuroria e ka hapur atë dosje dhe e botoi në faqen zyrtare të Departamentit të Drejtësisë amerikane, që thash nuk ka bë vakina një herë, pikërisht për këtë. Dhe pikërisht është emri i Ramës brenda. Dhe pikërisht për të është. Dhe ishte në momentet më decisive. Dhe prandaj dhe vetë Spangu duhet vepronte, realisht. Por ata si duket nuk veprojnë. Ndoshta presin kanë ato, se nuk duhet paragjykojnë njeri, ndoshta është ajo informacioni, ndoshta është mënyra se si do ta trajtojnë, ndoshta presin që ky të shkojë në Amerikë, e pas kthimit të Amerikës, nuk di domethënë se si do ta trajtojnë, sepse rrugën e procedimit e dinë ata pastaj se si e zgjedhin, por që ky do t'i japi një llogari para drejtësisë amerikane, më kam thënë me kohë dhe prapë ngul këmbë do ta japë, dhe jo po kot tash kam thënë Rama ta zgjedhë ku do e bëj burgun, në Shqipëri apo në Amerikë. Zoti Merkoçi, çfarë pritet të ndodhë me Belinda Ballukun teksa përflitet edhe për zarfin që SPA ka dërguar në kuvend, apo edhe për një USB të dosjes së Belinda Ballukut, të cilën e posedon edhe Edi Rama sipas raportimeve në media, apo dhe vetë Edi Rama ka marrë më parë dosjen e Belinda Ballukut. Në këtë rast, çfarë po ndodh me këto lëvizje të, po themi, nisur edhe nga deklarata e sotme e kryeministit Edi Rama kundrejt ministrave? A ka, po themi, elementa të tillë që vetë Belinda Balluku mund ta shantazhojë Edi Ramën, apo edhe Edi Rama mund ta lëshojë nga ana tjetër? Balluku me Ramën janë si vëllezërit si e mes, janë bashkë. Nuk bëjnë presion njëri tjetër. I vetmi presion që Belinda, po grupi që mban Belinda, i bën Ramës është thjesht, thash, ajo lufta rrugës. Nuk ka asgjë tjetër. Rama ka hallin në kokës vetë, nuk ka hallin. Rama e di shumë mirë se gjitha veprimin që ka bërë, Rama i di shumë mirë. Nuk është çështje SPA. Rama deri dje e mbulonte, e shantazhonte, e bënte SPA. Por pas e rikthimit të FBI-s, po të shifni politika SPA ka ndryshuar. Nuk është më ajo që ka qenë. A ka ndryshuar ai sa duam ne që drejtësia të vetë drejtësi dhe para drejtësisë të jenë gjithë barabartë. Kjo akoma s'është bërë. Por që topin e kanë çu tek dera, tek paradhoma e Ramës, kjo nuk ka diskutim. Të gjitha dosjet që janë dhe përfolen dhe dalin, të gjitha këto i nxjerrin për të bërë pak zhurmë, për të bërë pak konspiracion themi. Konspiracion këtu s'ka fare, se këtu janë gjithë ashtë qaj diga s'pyt njeri. Aty o qa diga e thot, më studi që o qa diga, thot se është fjallë e rëndë, e këto. Pra, një e pandehur të del në media, një e pandehur shkon takon njerëzit, një e pandehur shkon takon shef punimet, apo merret me ndërtime, apo me këta, ky është skandal. Nuk mund ndodhi në një vend tjetër të botës që një njeri, një person i pandehur
të dali para mediave dhe të bëj tallava. Kjo kanon Shqipëri. Por, e u ritheksoj, presion Belinda me dosje, apo Rama Belindës me dosje nuk i bën. Të dy janë vëllezër si e mes. Ecin bashkë. Rama ka hallin vetëm kaq. Ajo që kam thënë, që Rama nuk e shkarkon dot Belinda Ballukun pa një vendim gjykate. Kjo është gjithë. Sepse Rama do të shfaqsohet për shkarkimin e Belinda Ballukut. Rama më parë në kushtet që është, jo për dosjet, por në kushtet që është, më mirë pranon të shkarkoj veten e vetë se sa Belinda Ballukun. Ai firmos të shkarkoj veten dhe jo Belinda. Sepse tu luhet punë koke, pastaj këtu është çështje tjetër.